domethënë, po flasim për eventet që keni mbajtur vetë, apo webinaret, formave të tilla, domethënë leksione, apo për mbi tema të ndryshme të stomatologjisë. Çfarë kemi mbajtur deri më tani dhe ndoshta kë kemi pasur prezent nga këta lektorë internacional apo profesor? Okej, nga këta lektorë internacional që unë po them, kemi pasur 2 profesor shumë të njohur dhe 2 profesor goxha të mirë në sferën e tyre. Njëri ka qenë nga Irlanda, ka qenë doktor Neil Vallely, dhe tjetri ka qenë profesor doktor Miodrag Stjepanović. Ai është nga Serbia. Në webinar kemi trajtuar, webinari ka qenë një i vetëm, mirë po kemi trajtuar në 2 pjesë të ndryshme. Pjesa e parë ka qenë në lidhje me kirurgjinë, më tepër ka pasur gjak të them, si bëhen implantet, cilat janë metodat më të reja, cilat përdoren në Evropë, dhe pjesa tjetër ka qenë Dr. Vallely që ka mbajtur, ka qenë rreth veneers. Ka pasur më tepër pjesën estetike të dhëmbëve. Dhe kështu, kishim parafërsisht diku 36 ose 40 antarë, pa i përfshirë këtu edhe profesorët, cilët edhe ata kishin goxha interesim.